Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez zemëruan mysafirët e hotelit luksoz në Venecia e rezervuan objektin për të ftuarin e tyre. Bezos dhe Lauren Sanchez po qëndrojnë në hotelin super luksoz Aman Venice dhe sipas raportimeve kanë marrë me qerat gjithë pronën gjatë qëndrimit të tyre. Një burim i tha SpaceX se përpara mbërritjes së çiftit 10 apo 12 truproja sigurie po bënin kontroll të plot në këtë vend luksoz ditën e martë. Ata po shikonin në dollap dhe po kontrollonin oborin e brendshëm, tha burimi. Një tjetër burim shtoi se skena në hollin e hotelit ishte kaotike dhe stafi po u drejtohej njerëzve me pyetjen nëse ishin mysafir të hotelit. Një tjetër burim i brendshëm tregoi se mysafirët që kishin rezervuar më parë për natën e smërkurës me shumë kohë paraprakisht u larguan nga hoteli, sapo Bezos e rezervoi të gjithë hapësirën para disa muajsh. Burimi shtoi se këta mysafirë janë transferuar në hotele të tjera përfshirë Esti Regis dhe Aman, po paguan për qëndrimin e tyre duke përfshirë një natë falas dhe përmirësime të dhomave. Megjithatë thuhet se disa mysafirë janë ankuar sepse u është dashur të paketojnë, të transportohen me mjetet që ofroi Aman dhe të shpalosnin valixhet përsëri në një vend tjetër. Gjithashtu është raportuar se punonjësit e hotelit po flasin për përgatitjet për festimet që priten dhe se punonjësit e spas ndihen të stresuar për shkak të volumit të madh të punës që i pret për shkak të mysafirëve të listës A. Burime të tjera thonë se ekziston një kraj hoteli të dedikuar për të famshmit, i cili është i fshehur nga fotografët dhe që më parë ka strehuar yje si Kylie. Në vende të tjera luksoze të Venecia, siguria do të shtohet gjithashtu ndërsa yjet po mbërin për dasmën madhështore italiane të Bezos dhe Sanchez. 7 oficerë të policisë italiane u pam pasdite në hotelin luksoz, ku thuhet se po qëndrojnë mysafirët VIP të dasmës.